Avokata duhet të kishte ndërhyrë Shtetet Bashkuara të Amerikës në momentin që ata shikojnë që Irani po prodhonte bombën bërthamore. Po mirë, pse nuk ka ndërhyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur Pakistani prodhoi bombën bërthamore? Ka gjë thjesht. Pse ndërhyjnë tani te Irani? Dhe që prish bomba bërthamore e Iranit, që prish Amerikës? Ç'pun ka? Pse Izraeli të ketë bomba bërthamore dhe Iranit mos ketë? Çan këto dy masa e dy qëndrime? Jo zotëri, jo. Kësaj thonë, unë t'jemi armatosur, ti t'jesh me duar në xhepa. Edhe hajde të bëjmë luftë. Kështu thot Izraeli. Unë thot jam armatosur deri në dhëm, ti me duar në xhep, hajde të bëjmë luftë bashkë. Izraeli ka një flotë ajrore shumë të fuqishme, zotëri. Dhe me atë flotë ajrore që ka bërë dëme shumë të mëdha në Iran. Po prap Irani është shtet pafund, është shtet shumë i madh. Ka pasuri të pallogaritshme. Ka në dorë që të bëjë një krizë botërore në gushtesin e Hormuzit, të bllokojë naftën. Pra kjo do çojë se zbën në hapjet në shtirje të konfliktit. Mos harroni interesat kineze nga nafta e Iranit. Mos harroni ndihmën që jep Rusia Iranit, se ka interesat e saj. Tani siç ka Amerika ose Izraeli, Amerika interesat e saj në Izrael, ka dhe Rusia interesat e saj në Iran, dhe Kina po ashtu. Kina do naftën, se s'ka me se të punojë. Pra, duan do përplasen, cila zgjidhja. Zgjidhja është një tërheqje me nder, që thonë Izraelit direktor zotëri se ne nuk do të djegim gjithë botën për qefin tënd. Kjo është zgjidhja për mua. Megjithatë, ata e din vetë, unë nuk jam hartus politikash. Avokat, si mendoni ju, cili ishte qelsi i suksesit i një rezistence deri tani të Iranit ndaj bombardimeve të shumta nga SBA dhe Izrael? Përgatitja intensive që kanë bërë që nga viti 1988, mbas luftës Iran-Irak, dhe armatosja e vendit, rritja e teknologjisë dhe prodhimeve ushtarake me teknologjinë e fundit, marrja e teknologjisë së sofistikuar nga vendet që i kanë këto lloj teknologjie, sidomos Rusia dhe Korea e Veriut dhe Kina. Natyrisht është armatosur i ka marrë masat tëra, zotëri është në mali tërja i. Teknologjinë dhe armët nuk e kanë prishur dot. Dëmen për qytete kanë bërë, sepse natyrisht qytetet janë të zbuluara. Por ato ëmbrëllën e shqipruajtur, ëmbrëllën e hekur të Izraelit, e thërmuan e bën cop-cop. Dhe Izraeli ka pësuar dëme të llashtarshme. Nuk e di nëse e keni parë, qarkullon një video në rrjetet, bën virale që thotë Iran please, bërtasin, ulurasin gratë dhe burrat ebrejt e Izraelit, sepse janë shkatëruar fare. Por nuk pyesin ata për shkatërim prone, nuk pyesin për vrasjen e qytetarëve tyre, mjaftojnë që të realizojnë objektivat. Dhe ato objektiva nuk do të realizojnë dot. Kështu që duan, po që se ata u ka marrë perniamënteve, u ka marrë kokaer dhe duan që të hedhin botën në erë, këtë e kanë dorë sepse kanë armë atomike dhe t'i përdorin. Thuhet ditë e fundit, 2-3 ditë e fundit që paska dhe Irani një 6 koka bërthamore. Pra ku do vemi? Kush fiton në një luftë bërthamore? Asnjëri, tërë janë të humbur. Ndaj them që duhet pa diskutim që të ulen dhe të shkojë secili në vend të vet. A keni besim që do ndodh ulja mes tyre dhe të kenë, po themi, komunikim dhe negociata për paqe? Me që ndodh deri tani nuk kam besim, po duke menduar që do shikojnë që nuk ka rrugë dalje tjetër, do të nënshtrohen bisedimeve. Ose do bëjnë harakiri pasaj vetvrasje. Por sot, po mbrëm në darkë, dëgjova në media që Irani paska raketa balistike që mund të shkojnë deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është shumë e rrezikshme. Kjo është domethënë që tamam të shkatërrosh gjithë botën. Ndaj, mendoj që duhet të thërresin mendjes, nuk e di. Jo, këtu askush nuk mund të bëj parashikime. Sepse Netanyahu nuk ka më rrugë tjetër. O do vej në burg, o do vritet në luftë.
Avokat, në fakt mediat amerikane kanë raportuar për një informacion të agjensive të tyre sekrete dhe inteligjencës të tyre se ka pasur informata se dronët të Iranit mund të sulmojnë Kaliforninë. Besoni që mund të ndodhë një gjë e tillë dhe a mund të ndodhë që Irani të shkojë në një sulm direkt ndaj SBA-ve? Njerë nga do niset. Se ka rëndësi nga do niset. Se I thonë të shkoj në gjysmën e perimetrit të tokës. Nga njëra anë, në anën tjetër, dronët sa do fuqi që të ke, sa do karburant që të ke, nuk e di. Vetëm nëse kam ndonjë pikë nisje nga vendet e Amerikës Latine, këtë nuk e di. Vetëm ashtu mund të ndodhë. Ndryshe është e pamundur. Nuk e di. Se kam ide deri ku ka arritur teknologjia e tyre, me çfarë lëvizin, me çfarë udhtojnë. Por distanca është kolosale. Avokata, e kishte menduar Shtetet Bashkuara të Amerikës një forcë kaq të madhe të Iranit në momentin që vendosi të hynte në luftë? Fatkeqësisht duhet të thënë, nuk e kanë pas llogaritur. Pare. Se kanë llogaritur hiç. Kanë menduar që se arabës janë ata, që janë arabë pak, por nëse edhe do t'i shkelim kollaj. Harroi që Irani është shtet 2500 vjeçar. I pa pushtuar ndonjëherë. Shtet me themel. Themelesh, me themelesh, që nga para historia. Që nga historia, domethënë, kohës vjetër edhe deri më sot. Pra, nuk është një popull që mund të dorëzohet kollaj dhe mund të përullet kollaj. Se shkojnë deri në vetë mohim ata për të mbrojtur vendin e tyre. Se s'kan llogaritur as që futët, as amerikanë. Dhe më vjen keq, sinqerisht më vjen keq, po e them me dorë në zemër, që që qeveria amerikane po bën kurban interesat e qytetarëve të vet për Izraelin. Zoti Islami, a u tregua inteligjent Irani kur momentin që u bombarduan nga amerikanët dhe izraelitët vendosi që të sulmojë bazat amerikane në vendet Qinje dhe të bllokojë, po themi, ngushticën e Hormuzit? Kthehemi çik në vitin 1940 në Ballkan. Se do vi aty pastaj. Sot të kësaj dite ne kemi është në fuqi në Greqi ligji I luftës me Shqipërinë. Me justifikimin se nga Shqipëria u vajtën italianët dhe dhe praktikisht ata kanë armiqësi me neve. Edhe pse ne ishim vend I pushtuar për vete, edhe pse ne nuk kishim as qeveri as një gjë, ata thonë na sulmoi Shqipëria. Tani vim tek Irani. Zotëri, nga këto vende, nga 14 vende që rrethojnë Iranin, ka baza ushtarake për të cilave nisen avion dhe raketa kundër Iranit. Është e drejtë e tyre që këto të sulmojë. Është e drejtë e tyre, e drejtë e luftës. Jemi gjin e luftës, zotëri. Këte më vjen armiku, po këtë do godas. Është e thjeshtë fare. Nëse komshiu im mbështet dhe pranon një agresor që mund vi të më godas mua në shtëpinë time, unë në atë parë do godis, se komshiu do më shtetet. Atëherë do t'ja vesh komshiu, se do të them pse pranon ti, zotëri? Po erdhi direkt dhe të vije, po të vijmë me mbështetjen tënde. Pra kjo është logjika dhe arsyeja pse Irani po sulmon bazat e këtyre shteteve, që kanë baza amerikane. Kjo është logjika me thjeshtë, aritmetik. Nga ti më vjen keqja, ty do godas. Avokata, po futet bota në një krizë të thellë ekonomike nisur edhe nga rritja e naftës? S'ka filluar akoma, prit. S'ka filluar, jemi akoma mirë. Do futet për të futur nëse vazhdon akoma lufta me Irani. Do futet. Sepse shikojmë që Irani ka vendosur të minojë ngushticën e Hormuzit. Minimi I ngushticës do thotë që të mos hyjnë tankerat naftëmbajtës. Pra do krijohet krizë. Ka që thjeshtë. Plus Irani ka deklaruar dhe ka thënë do ta zgjysë në errësirë gjithë lindjen e mesme. Pse? Godet hidrocentrale, ato termocentrale.
E bën atë se ka teknologjinë dhe armatimin e ka. Pra, ku po vemi? Se Irani është dy duar për një kokë tani. Dhe po bëhet bota kurban për çifutët e Izraelit, për Netanyahu. Në këtë pikë duhet i thrasin mendjes evropianët dhe amerikanët.